Sigurisht që kur merren vendimet të tilla, paraprakisht ka një proces kompleks i cili trajtohet në shumë drejtime, sepse nuk ka këtu të bëjë vetëm një çështje ajo e thjeshtë apo e hapim ose s'po e hapim urën, por analizohet mirë situata në përgjithësi, jo vetëm në kontekstin e asaj që ndodh mbrana në Kosovë, mirë po edhe në kontekstit e raporteve ndërkombëtare, këtyre krizave të mëdha që i kemi aktualisht, dhe në bazë kësaj arrihet deri te një përfundim se a mund të ndërmirret një veprim i caktuar apo jo, dhe në këtë rast po flasim për hapjen e urës së hibrit. Ju i përmend bartjen e kompetencave prej Bashkisë Ndërkombëtare tek autoritetet kosovare. Kjo është një proces që ka zgjatë për gjatë këtyre viteve prej shpalljes së pavarësisë dhe deri sot, dhe leja apo ideja që të hapet ura e hibrit për kalim të automjeteve është në fakt në vazhdën e këtij procesi, është në përputhje me këtë proces i cili ka filluar shumë më herët dhe po vazhdon edhe tani të zbatohet. Dhe unë mendoj që vlerësimi duhet të jetë bën një vlerësim i mirë dhe real, dhe është pa që edhe për sa i përket gjendjes aktuale të sigurisë mbrana teritorit të Kosovës, edhe për sa i përket situatës globale të sigurisë, janë arrit disa parakushte dhe ka mundësi që të hapet kjo urë. Por megjithatë, kjo nuk nënkupton që të gjitha rreziqet janë të eliminuara dhe nuk janë prezente. Ato mund të shfaqen her pas herë. Ju e keni pa shumë mirë që pikërisht këtyre ditëve pat një deklaratë shumë të ashpër të presidentit serb Vučić, i cili dëshiron që të devijojë rrjedhën e ujit të liçenit të Ujmonit. Dhe kjo është vetëm një tregues që Serbia ende nuk është pajtuar me vetveten në kuptimin që ta kuptojë që situata ka ndryshuar dhe rrethonat janë tjera tani më në Kosovë dhe në Evropë përgjithësi. Prandaj duhet të jemi vigjilent, syapur, të jemi të kujdesshëm këtë aspekt, megjithse unë shumë jam i bindur dhe besoj që vlerësimi në shumicë është një vlerësim real, por kjo nuk nënkupton që duhet të jemi komod. Kosova ka qenë gradualisht duke ecur në një rrugë të mirë, dhe kur diçka fillon dhe ka një nismë në drejtimin e duhur, ajo her pas herë mund të ketë situata të cilat reflektohen me batica dhe zbatica, po duhet përfundoj atje për ku është drejtu. Dhe kështu situatash kemi pas, sidomos këto 4-5 vitet e fundit, mirë po përfundimi prap duhet të jetë aty ku është para pa dhe ma herët, dhe është duke vazhduar që këto kompetenca qyshin bartë kalumen gradualisht tek institucionet e Kosovës të bartën edhe tani edhe tutje. Dhe një prej këtyre rasteve është edhe rasti me urën e lumit hibër.